Shqipëria ka ruajtur për shekuj një thesar të çuditshëm. Histori njerëzish që, sipas gojdhënave, nuk ishin fare të zakonshëm. Ata nuk janë superheroni të filmave, por figura të legjendave popullore, njerëz që fshatarët i shikonin me frikë, respekt apo habi. Disa dinin të thyenin syrin e keq vetëm me një fjalë, të tjerë shëronin sëmundje me pëshpërima, i komandonin ngjarpërind, flisnin me të vdekurit, ose udhëtonin me shpirt ndërsa trupi u rrinte i palëvizur. Në këtë video të fakte morbid, do të zbulojmë 10 superfuqi shqiptare që i përkasin botës së erë të folklorit ton të lashtë. Përgatituni, sepse kjo është një udhëtim mes reales dhe të mbinatyrshmes. Njerëzit që thyejnë syrin e keq. Në shumë fshatra shqiptare, ekziston besimi se disa gra apo burra e thyejnë syrin e keq. Nuk ishte magji në kuptimin klasik, por një fuqi e lashtë e trashëguar brenda familjes. Ndryshe nga shëruesit e zakonshëm, këta njerëz njihen për aftësinë e tyre të çuditshme për të identifikuar me saktësi nëse një person ishte kapur nga syri i keq, vetëm duke e parë ose duke i analizuar disa shenja në trup. Përdorni monedha, ujë i bekuar, krip, sheqer, ose një lutje që nuk duhej thënë kurrë me zë. Kur bëhej i gjithë rituali sakt, thuaj se syri i keq ishte thyer. Njerëzit që vinin për ndihmë shpesh raportonin zhdukje të menjëhershme të dhimbjes së kokës, maramendjes apo lodhjes së pazakontë. Edhe sot, në disa zona rurale, ekziston bindja se këta mjeshtër nuk e kanë humbur kur fuqinë e tyre të vjetër. Fëmijët dragoj, foshnjat me krah të padukshëm. Në shumë zona të Shqipërisë besohej se disa foshnja lindnin dragoj, krijesat e jashtëzakonshme që mbanin në kurriz krah të vegjël që jepnin aty fuqi të mbinatyrshme. Vetëm ajo mund të shihte shenjën hyjnore, ndërsa për të tjerët fëmia duke krejt i zakonshëm. Por ky ishte edhe rreziku më i madh. Nëse dikush tjetër përpiqej të shihte krahët, qoftë baba, motër apo gjyshe, foshnja vdiste brenda ditës. Dragojt ishin qenie të fuqishme që natën ngriheshin në fluturim për të luftuar lugat, demon dhe shpirtrat e errët që i afroheshin fshatit. Thuhej se ata ishin mbrojtës të shtëpisë, shtyllë e fatit të familjes, dhe se betejë e tyre e natës mbronte të gjithë zonën nga e keqja. Por fuqia e tyre kishte një çmim tragjik. Sa më shumë luftonin, aq më shumë do bësohej jeta e tyre toksore. Legjenda thot se asnjë dragua nuk jeton më shumë se 20 vjeç. Flaka e tyre shuhet herët, si një yll që digjet shumë më shpejt se të tjerët. Njerëzit që komandojnë ngjarpërinë. Në Shqipëri, ngjarpëri nuk ishte vetëm një zvaranik. Në shumë zona ai konsiderohej rojtari i shtëpisë, simboli i fatit dhe i trashëgimisë. Për këtë arsye, ka pasur gjithmonë njerëz që besohej se mund t'i komandonin ngjarpërinë. Ata nuk i mbanin si kafshë shtëpiake, por pretendonin se i kuptonin lëvizjet dhe gjuhën e tyre. Legjendat tregojnë se disa burra, kryesisht nga zonat malore, mund të dëbonin ngjarprin me një fjalë ose ta tërhiqnin pas vetes si të ishte një qen. Thuhej se këta njerëz kishin marrë bekimin nga një ngjarpër i madh kur ishin fëmijë, ose kishin pirë ujë nga një burim që ishte i shtruar me magji. Në histori të tjera, një ngjarpër i bardh u shfaqej vetëm atyre dhe nuk dëmtonte askënd tjetër. Disa fshatra besonin se këta individ mund të identifikonin menjëherë nëse një ngjarpër ishte helmues dhe mund ta qetësonin vetëm me sy. Edhe sot, ka rrëfime për njerëz që nuk pickohen kurrë, edhe pse punojnë në zona të mbushura me ngjarpërinë. Njerëzit që udhëtojnë me shpirt. Në folklorin shqiptar ekziston bindja se disa njerëz mund të largohen nga trupi ndërsa flen. Ky fenomen quhej udhëtim shpirtëror dhe përmendet në shumë zona, sidomos në veri. Thuhej se kur trupi fle, shpirti del përmes gojës si një grimcë e bardhë, si një insekt i dritës ose si një mjegull e hollë. Ai endet në përbot, viziton njerëz, hyn në shtëpi të tjera, madje përballet me krijesa të padukshme. Kur kthehet në trup, njeriu zgjohet me ëndra shumë të gjalla ose me një lodhje të pashpjegueshme. Legjenda paralajmëronte: nëse dikush prek trupin gjatë këtij udhëtimi, shpirti nuk gjen dot rrugën për t'u kthyer dhe njeriu mund të vdesë në gjumë. Disa njerëz të moshuar thoshin se mund të shihnin shpirtin e dikujt duke dalë nga dritarja natën, sidomos kur personi ishte i sëmur ose në stres të madh. Udhëtarët e shpirtit konsideroheshin të rrezikshëm, por edhe të ditur, sepse ktheheshin me dijeni që nuk mund të merreshin në botën fizike. Njerëzit që flasin me të vdekurit. Në disa zona rurale, besohej se ekzistonin disa individ të veçantë që mund të komunikonin me të vdekurit. Ata nuk ishin shtriga apo magjistar, por njerëz që thuhej se lindnin me këtë aftësi.
Gojdhënat tregojnë se këta individ dëgjonin zëra në vendet e izoluara, sidomos pranë varrezave, në male ose gjatë netëve me mjegull. Në disa raste, i vdekuri fliste për ndonjë detyrim të pambyllur, një amane të harruar, ose paralajmëronte për një rrezik. Personi që kishte këtë dhunti nuk mund ta kontrollonte gjithmonë. Zërat vinin vetëm kur donin ata. Thuhej se nëse dikush e mbyll veshin e djathtë dhe dëgjon përsëri zërin, atëherë ai zë i përket botës tjetër. Familjet shpesh shkonin te këta njerëz për të mësuar nëse shpirti i njeriu të tyre ishte në paqe. Aftësia e tyre shihej si një mallkim, sepse nuk mund të fshiheshin nga zërat, megjithse ndonjëherë sillnin përgjigje që askush tjetër nuk mund t'i jepte. Shëruesi që ndalesin gjaku vetëm me fjalë. Në shumë fshatra shqiptare ekziston edhe sot besimi se gjaku mund të ndalet me një formulë të fshehtë. Këta shërues nuk ishin mjek, por njerëz me një dhunti të trashëguar breza me radhë. Ata vendosnin dorën mbi plagë dhe shqiptonin një lutje të shkurtër, shpesh të pakuptueshme për të tjerët. Thuhej se formula nuk duhej të përsëritej kurrë para dikujt që nuk ishte i zgjedhuri, përndryshe humbiste fuqinë. Disa banor tregonin se gjaku pushonte menjëherë, edhe në raste të rënda. Ku shëruesi ishte larg, mjaftonte t'i përmendje emrin dhe gjaku ndalej. Ka histori ku ky person ndalonte gjakderdhjen e kafshëve, madje edhe të fëmijëve që kishin lëndime të rënda. Mjekët shpesh nuk e besonin këtë fenomen, por banorët lokal betoheshin se funksiononte. Shëruesit e gjakut konsideroheshin bekim i fshatit, por edhe bartës të një sekreti të rënd që nuk mund ta zhveshnin kurrë nga vetja. Banorët e maleve që flasin me erën. Në zonat e thella malore të Shqipërisë, era nuk është thjesht një fenomen natyror. Ajo është mesazhi i maleve. Ka pasur gjithmonë njerëz që besohej se mund ta dëgjonin erën dhe të kuptonin çfarë paralajmëronte. Sipas tyre, era e keqe dallonte nga fishkëllima e zakonshme. Njëra sillte lajme të rrezikshme, tjetra paralajmëronte për stuhi. Ndërsa një erë e ftohtë që vinte papritur konsiderohej shenjë e pranisë së një shpirti endacak. Njerëzit me këtë dhunti dallonin drejtimin, forcën dhe ritmin e erës si të ishte një gjuhë e koduar. Thuhej se disa burra mund të parashikonin motin me saktësi, të gjenin udhëtar të humbur, madje edhe të zbulonin nëse dikush kishte nisur rrugën drejt shtëpisë. Era u fliste vetëm atyre dhe askujt tjetër. Edhe sot, disa pleq thonë se era nuk është rastësishme. Ajo sjell rënkimet, kujtimet dhe mesazhet e maleve që asnjë njeri i zakonshëm nuk i dëgjon dot. Personat që shërojnë sëmundjet me pëshpërima. Kjo është një nga traditat më të vjetra shëruese në Ballkan, por në Shqipëri ka qenë veçanërisht e fortë. Personat që shëronin me pëshpërima nuk përdornin ilaçe, bim apo rituale të zhurmshme. Thjesht u leshin pranë pacientit, vinin dorën mbi zonën e sëmurë dhe fillonin të pëshpërisnin. Askush nuk e dëgjonte tekstin e saktë të lutjes, por besohej se ishte një formulë e lashtë që hynte direkt te sëmundja. Disa thoshin se këto pëshpërima duhet të bëheshin natën, kur gjithçka është e qetë dhe zërat e botës tjetër afrohen më pranë. Ka histori ku njerëz që vuanin nga dhimbje të forta shëroheshin brenda pak minutash. Edhe kafshë shtëpiake besohej se mund të kuroheshe me këtë metodë. Shpesh, këta persona e kishin marrë fuqinë nga gjyshërit dhe nuk guxonin ta jepnin tek askush tjetër pa shenjë të veçantë. Për banorët e fshatrave, kjo ishte mjekësi e vërtetë, ndonjëherë më e fortë se ilaçet moderne. Njerëzit që shikojnë demonët që askush nuk i sheh. Në shumë tregime shqiptare, ka njerëz që lindin me një shikim të mallkuar, aftësinë për të parë qenie që të tjerët nuk mund t'i perceptojnë. Këta persona shihnin lugat, orë të errëta, shpirtra të humbur dhe demon që lëviznin natën. Thuhej se shikimi i tyre bëhej impret zakonisht pas një sëmundje të rëndë ose një ngjarje traumatike. Pas kësaj, bota nuk dukej më e njëjtë. Ata mund të dallonin figurat e errta në qoshet e shtëpive, hije që nuk përputheshin me dritën, ose krijesa që fshiheshin pranë lumit e pyjeve. Disa prej tyre e konsideronin këtë fuqi si mallkim, sepse nuk mund të mbyllnin syt ndaj asaj që shihnin. Në disa zona besohej se këta individ ishin mbrojtës natyral të fshatit, sepse mund të paralajmëronin kur afrohej ndonjë forcë e keqe. Edhe pse shpesh nuk u besohej, një fshat i tërë mund të ndjehej i sigurt fal syve të tyre. Njerëzit që din të zhdukin dhimbjen me prekje. Një dhuntie pazakontë shqiptare lidhet me njerëzit që, sipas tregimeve, shuanin dhimbjen vetëm me një prekje. Nuk ishte masazh, nuk ishte mjekësi. Ishte një energji që kalonte nga dorat e trupi i sëmurë.
Këta persona vendosnin dorën mbi faqen e pacientit, shpinë, bark apo këmbë, dhe pas disa minutash dhimbja thjesht zhdukej. Thuaj se duart e tyre kishin një nxehtësi të veçantë, një lloj energjie që trupi i njeriu të ndjente menjëherë. Disa besonin se ky talent vinte nga lindja gjatë një dite të caktuar, ose një bekim i marrë nga një i vdekur i familjes. Shoqëria i shihte si të veçantë, por shpesh edhe me frikë. Ata nuk mund të fitonin para nga kjo dhunti, ndryshe fuqia humbiste. Në disa raste, edhe kafshët reagonin ndaj prekjes së tyre, qetësoheshin menjëherë. Kjo fuqi, megjithse e rrallë, përmendet ende nga njerëzit e moshuar në shumë zona të Shqipërisë dhe Kosovës. Folklori shqiptar është i mbushur me figura që shkelin vije mes botës së të gjallëve dhe të padukshmes. Nëpër male, fshatra dhe legjenda të vjetra, jetojnë histori që na bëjnë të pyesim. Sa dim vërtet për kufijtë e njerëzit? Disa prej këtyre superfuqive janë frikë, disa janë shpresë, disa të tjera janë thjesht mënyra e brezave për të shpjeguar të pashpjegueshme. Por një gjë është e sigurt. Këto tregime janë pjesë e shpirtit tonë. Mos harroni të abonoheni në Fakte Morbid dhe të komentoni cilat besime keni dëgjuar nga gjyshërit tuaj.